njerëzit me të shohin veç suksesin. E shohin veç Metin në rolin e tij tashmë shumë të famshëm, Liridonit vogël, të fara e fleqë. Po nuk e din sa fatura pagun ti, ose sa fatura ke pagu për me mrin deri atje. Cilo është çmimi që ti e ke pagu ose e pagun sot? Përndryshe i dashur ti, Meti me Liridonin nuk ngjajnë hiç. Zero. Meti në jetën e përditshme asnjëherë nuk flet fjalë banale. Meti është një djalë i cili është i përkushtuar, i cili fal 5 vakte namaz. Tash paramenone ai edhe Liridoni. Cila është fatura me? So jeta është shumë interesant, do më thonë, është dushmja qitë një qëllim vetës, kush për do me konë. Ka një herë, nuk është rëndësi se so pagun, po është shumë rëndësishme me mëritë cakun ku ti për dënë. One nuk e harroj kur një fjallë të profesorit Luan Jaz, që unë admiraj, në studime nga ka thonë, po flasën kohën e Luan Jaz, kur ka qenë superstar, halo është superstar, po flasën atë kohën kur shumë i popularizu. Super, edhe nga ka thonë në klasë. Thotë se cilë për neve, thotë i kemë 5 minuta një jetë. Thotë unë i pres hala. Këja din kush është Luan Jaz. Hej, du me thonë, edhe ai haloj për atë 5 minuta një jetë. It's amazing. E unë haloj me që unë jam të i prisë të 5 minuta një jetë. Absolutisht. Absolutisht. Është fakt që na aktorët jena, sa i përket profesionit, është për flasë, jena bëge egoista në këtë drejtim, se ti që të mund ki qef me mri, që thike profesori jo një dashtur indjere në Petrov, se thike djema. Njeri dhe kemi mëri është kalaj, me hypë tjena, po me majtë është shumë problem. Fakt është që me mërin shpejt, se të dhezë një vedo bosh viral edhe je i folun, njeri me i folun, unë një vedo një natë viti 3, natën e 2 viti 3, marë e bëj një bëdallaki me do uja, i bëj do testime. Se është një em, dhe me thonë, kur farë qëllimi s'kum pas, as një uja të që e kum pas, as s'kum morë kur farë pagese për as njonit. 2 uja ka ndollë që në konë ma të mirë,